Në lidhjen demokratike të Kosovës po zhvillohet një garë jashtëzakonisht e fortë për sigurimin e një mandati deputeti, ku disa emra të njohur të kësaj partie janë futur në një betejë të ngushtë votash. Rezultatet preliminare tregojnë se diferencat mes kandidatëve janë tepër minimale, duke e bërë këtë garë një nga më interesantet brenda listës së LDK-s. Sipas të dhënave aktuale nga numërimi i votave, 5 kandidatë janë shumë pranë njëri tjetrit, ndërsa vetëm 1 ose 2 mandate pritet të vendosen nga ky grup. Në krye të kësaj liste qëndron Ermal Sadiku, i cili duket më i sigurt për të fituar mandatin e deputetit, me gjithsej 12.112 vota të marra nga elektorati, teksa janë numëruar një numër i konsiderueshëm kutish. Avantazhi i tij ndaj kandidatëve të tjerë e pozicionon Sadikun si emrin më të konsoliduar në këtë garë. Pas tij renditet Fadila Dërgjonaj me 11.849 vota, i cili gjithashtu mbetet një kandidat shumë serioz për mandat, duke pasur një mbështetje të konsiderueshme dhe diferencë relativisht të vogël nga kandidati i parë. Dërgjonaj po ndiqet nga afër nga ish kryetari i grupit parlamentar të LDK-s, Arben Gashi, i cili ka grumbulluar 11.244 vota, duke u futur fuqishëm në garën për një ulse në kuvend. Në këtë betejë nuk mbetet pas as Gëzim Mazrolli, i cili ka marrë 11.145 vota, vetëm disa dhjetra vota më pak se Arben Gashi. Diferenca shumë e vogël mes këtyre dy kandidatëve e bën rezultatin ende të hapur dhe të paparashikueshëm, sidomos duke marrë parasysh se numërimi i votave nuk është përmbyllur plotësisht. Ndërkohë Paris Guri me 10.783 vota ndonse pjesë e kësaj gare të ngushtë shihesi kandidati me gjasat më të vogla për të siguruar mandatin, për shkak të diferencës më të madhe në krahasim me kandidatët e tjerë. Megjithatë, edhe ai mbetet në lojë pasi çdo ndryshim i vogël në rezultatet përfundimtare mund të ndikojë në renditjen finale. Kjo garë e ashpër brenda LDK-s tregon jo vetëm konkurrencën e fortë mes kandidatëve, por edhe mobilizimin e elektoratit për ta. Rezultatet përfundimtare pritet të sjellin më shumë qartësi në ditët në vijim, ndërsa mbetet për tu parë se cili prej këtyre emrave do ta sigurojë mandatin e ardhshëm në kuvend.